Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, mirë se vini në këtë çast të bekuar lutje dhe meditimi, kushtuar litanive të Zojës së bekuar, Nënës së shëlbuesit ton. Sot do të ndalemi para një misteri të madh të fesë son, dashurisë së Hyjit që dërgoi birin e vet për shpëtimin e botës dhe rolit të veçantë të Marisë në këtë vepër të shenjtë të shëlbimit. Maria nuk është vetëm nëna që na dha Jezusin, por edhe ajo që bashkëvuajti me të në rrugën e kryqit, duke u bërë bashkëpunëtore në planin hyjnor të shpëtimit, përmes dhimbjes, përvojtrisë dhe dashurisë së saj amnore. Ajo qëndron pranë nesh si ndërmjetësuese dhe ndihmëse në udhën ton drejt Zotit. Le ta hapim zemrën ton për këtë përsjatje dhe t'i drejtohemi me besim asaj që është nëna e shëlbuesit dhe nëna jon. Nëna e shëlbuesit. Krijimi i ri i përmendur në titullin e mëparshëm është në të njëjtën kohë një shëlbim. Shkatrimi i krijimit të parë ishte i tillë sa që njeriu i lënë vetvetiu nuk do të mund ta riparonte kurrë. Prandaj biri i Zotit zbriti nga qielli për ne dhe për shpëtimin ton. Kredoja e Nicejs. Shën Jozefi udhëzohet nga një engjëll që t'i jap emrin Jezus, sepse ai do ta shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Lexojmë tek Mateu Ungjilltar, kapitulli i parë, rreshti 21. Dhe arsyeja e gëzimit të madh të shpallur nga engjëlli në lindjen e Jezusit është se ka lindur një shëlbues. Shëlbimi që na sjell Jezusi është çlirimi nga skllavëria, pajtimi me Zotin dhe rikthimi i asaj që ishte humbur. Maria, nëna e shëlbuesit, nuk mund të ndahet nga ky shëlbim. Ajo na e ka dhënë shëlbuesin dhe ka bashkëpunuar me të në një mënyrë që ka merituar në mënyrë të përshtatshme për ne atë që Jezusi e ka merituar në mënyrë të plotë, pa të thënë Papa Shën Piu i 10. Çlirimi nga skllavëria. Çdo kush që bën mëkat është skllav i mëkatit. Lexojmë tek Gjoni Ungjilltar, kapitulli 8, rreshti 34. Por mëkati duke qenë vullneti i Satanit, mëkatari bëhet skllav i tij. Çfarë skllavërie poshtruese ishte ajo? Shën Pauli e përshkruan kështu: veprat e mishit janë kurvëria, papastërtia, lakmia e shfrenuar, idhujtaria, magjit, armiqësit, grindjet, xhelozit, zemërimet, përçarjet, sektet, vrasjet, dehjet dhe të tjera të ngjashme. Lexojmë tek letra e Shën Paulit drejtuar Galatasve 5:19. Ishte pikërisht vedia e këtij mjerimi dhe pafuqie që ndezi dëshirën e zjarrt dhe lutjet për ardhjen e shëlbuesit në beslidhen e vjetër dhe që ende jehojnë në liturgjinë e ardhjes së kishës. Eja dhe me krah të shtrirë na shpëto, eja dhe nxirren nga burgu të robruarin që rri në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Eja dhe çliron njeriun që ti vete formove nga pluhuri i tokës. Eja o Zot, Zoti ynë. Në këtë sfond, sa e mrekullueshme shfaqet dashuria e Zotit, për të cilën kisha këndon në eksultet. O për ulje e mrekullueshme e dashurisë sate ndaj nesh, o butësi dashurie për te i kuptimit, që për të shëlbuar një skllav, ti dhe biri yt u dorëzove. A nuk duhet ja zbatojmë të njëjtat fjalë edhe nënës së shëlbuesit? Pajtimi. Çfarë do bie do kishim të ishim të lirë nga skllavëria, nëse do të mbeteshim të përjashtuar nga miqësia me Zotin? Plotësia e shëlbimit qëndron në faktin se u pajtua me Zotin, u birësuam sërish si fëmijët e tij dhe u bëm trashëgimtar të qiellit. Krishti i pafajshmi pajtoi mëkatarët me Atin. Dhe kështu ne kemi marrë shpirtin e birësimit, me anë të cilit thërrasim Aba o At. Lexojmë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, rreshti 15.
Me të vërtet, ku mëkati është shtuar, hiri është shtuar edhe më tepër. Bekimet e shëlbimit i tejkalojnë shumë dhuratat që gëzonin prindrit tanë të parë në parajs. Nëna e shëlbuesit. Titulli Nëna e shëlbuesit është një nderim i lartë dhe sublim, dhe Maria e ka fituar atë përmes mundit dhe vuajtjes njerëzore, përmes dashurisë për ulur, bujare dhe të vetë flijuar. Sprovat dhe dhimbjet e saj rënqethse erdhën pikërisht sepse ajo ishte nëna e shëlbuesit. Ajo nuk do ta kishte njohur varfërinë e Betlehemit, frikën dhe ankthin e aratisjes në Egjipt, as torturat e martirizimit shpirtëror, duke parë vuajtjet mizore të Jezusit dhe dhimbjen në turpin e vdekjes së tij, po të mos ishte nëna e tij. Por ashtu siç është, dhimbjet e saj rriten nga dita në ditë derisa bëhen një urtek i vërtet që zbret mbi të nga kryqi i birit të saj që po vdiste. Shetja Mari, mbretresha e qiellit dhe zonja e botës, e mbi ngarkuar me dhimbje qëndroi pranë kryqit të Zotit tonë Jezu Krishtit. O ju që kaloni në për rrugë, shikoni dhe shihni nëse ka dhimbje si dhimbja ime. Bashkëpunimi në shëlbim. Por duke bashkëpunuar me Jezusin në shëlbimin ton, ajo fitoi gjithashtu një pjesëmarrje të veçantë në frytet e tij. Prandaj të gjitha hiret dhe bekimet e shëlbimit na vijnë përmes duarve të saj. Ajo është ndërmjetësia e të gjitha hireve. Shpëtimi ynë është në duart e tua. Kthe vetëm sy drejt nesh dhe ne do t'i shërbejmë mbretit, Zotit ton me gëzim. Për sa kohë jetojmë në këtë botë, duhet të bashkëpunojmë me shëlbuesin dhe me nënën e tij, duke punuar për shpëtimin ton me frikë dhe për ulësi. Por gjithashtu duhet të bashkëpunojmë në shpëtimin e të tjerëve sipas shembullit të nënës sonë qiellore, e cila nuk e kurseu jetën e saj për shkak të mundimeve dhe vuajtjeve të popullit të saj, por e ndaloi shkatrimin ton përpara Zotit. Çmimi i paguar nga shëlbuesi dhe nëna e tij për shpëtimin e shpirtrave, si dhe bollëku i hireve të shëlbimit që kemi marrë, duhet të zgjojnë në ne një zell të zjarrt misionar. Por ndërsa punojmë për shpëtimin e të tjerëve, sigurojmë gjithnjë më fort edhe shpëtimin ton. Sepse, vëllezër, nëse dikush nga ju largohet nga e vërteta dhe dikush e kthen mbrapsht, le ta di saj që e kthen një mëkatar nga rruga e gabuar, do ta shpëtoj shpirtin e tij nga vdekja dhe do të mbuloj një shumicë mëkatësh. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati për qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike.
Loto për ne. Pasqyrë drejtësie, Loto për ne. selia e dijes, Loto për ne. shkaku i gëzimit ton, Loto për ne. visari përshpirtshëm, Loto për ne. visari nderueshëm, Loto për ne. visari zgjedhur për shpirtërie, Loto për ne. drandofilja e mrekullueshme, Loto për ne. kulla e Davidit, Loto për ne. kulla e Fildisht, Loto për ne. shtëpia e artë, Loto për ne. arka i beslidhjes, Loto për ne. dera e qiellit, Loto për ne. ylli i mëngjesit, Loto për ne. shëndeti të sëmurve, Loto për ne. streha e mëkatarve, Loto për ne. ngushëllimi të pikëlluarve, Loto për ne. ndihma e të krishterëve, Loto për ne. mbretëresha e engjyve, Loto për ne. mbretëresha patriarkëve, Loto për ne. mbretëresha e profetëve, Loto për ne. mbretëresha e apostujve, Loto për ne. mbretëresha e dëshmorëve, Loto për ne. mbretëresha e dëshmitarëve, Loto për ne. mbretëresha e virgjërave, Loto për ne. mbretëresha e të gjithë shenjtërve, Loto për ne. mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm, Loto për ne. mbretëresha e ngjitur në qiell, Loto për ne. mbretëresha e shenjtës ruzare, Loto për ne. mbretëresha e paqes, Loto për ne. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Na fal ne, o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Dëgjona ne, o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Ki mëshirë për ne. në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna e hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jonë dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në për ndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ndërsa po përmbyllim këtë emision kushtuar litanive të Zojës së bekuar, si nëna e shëlbuesit, le ta mbajmë në zemër shembullin e saj të dashurisë, sakrificës dhe besnikrisë ndaj hyjit. Maria qëndroi pranë birit të saj deri në kryq dhe vazhdon të qëndroj pranë secilit prej nesh në sprovat, vuajtjet dhe lutjet tona. Ajo na udhëheq gjithmonë drejt Jezusit, burimit të shpëtimit dhe jetës së amshuar. Le t'ja besojmë asaj jetën tonë, familjet tona dhe të gjithë ata që kanë nevojë për hirin e Zotit, duke e lutur që të ndërmjetësoj për ne dhe për shpëtimin e shumë shpirtrave. Nëna e shëlbuesit, loto për ne dhe na ndihmo në rrugën e shpëtimit.